Pas ultimatumit 2 muaj më parë nga kryeministri Edi Rama, 5 kryetarët e njësive administrative në Bashkinë e Durrësit kanë paraqitur dorëheqjen e cila është firmosur nga kryebashkiakja e qytetit bregdetar, Emiriana Sako. Dorëheqjen kanë dhënë kryetari i njësisë administrative Ishëm Katri Gjyli së bashku me 4 krerët e tjerë të njësive administrative, Sukth, Manës, Rashbull dhe Katundi i Ri. Bashkia e Durrësit bën me dije se në krye të njësisë administrative Manës është emëruar Rejdi Shehi, i cili ka zëvendësuar kryetarin e mëparshëm Muharrem Sula, ndërsa Fiqiri Dema është emëruar kryetari i ri i njësisë administrative në Rashbull. Në njësinë administrative Katundi i Ri është emëruar Julian Marku, kurse në Mans emërohet Rejdi Shehu. Emërimet e reja janë Rejdi Shehu, njësia administrative Mans, Emirian Bafti, njësia administrative Ishëm, Julian Marku, njësia administrative Katundi i Ri, Fiqiri Dema, njësia administrative Rashbull. Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë dije se administratorët e njësive administrative të Manzës, Sukthit, Ishmit, Katundit të Ri dhe Rashbullit kanë dhënë dorëheqjet dhe deri tani janë zëvendësuar 4 prej tyre. Pas vlerësimit të performancës së gjithë secilit prej tyre, vendimarrja do vazhdojë në ditët në vazhdim, njofton Bashkia e Durrësit. I vetmi që nuk është zëvendësuar deri tani është kreu i njësisë administrative Sukth.